Një zjarr I përmasave të mëdha ka përfshirë pas ditën e së hënës fshatin Kujtim, Njësia Administrative Suç, Bashkia Klos. Fillimisht flakët janë shfaqur në disa sipërfaqe mimbarishte, por më pas zjarri ka dalë jashtë kontrollit. Si pasojë janë djegur disa mullar me barë si dhe pemë frutore, ndërsa flakët janë përhapur në një zonë me pyll pranë fshatit dhe po afrohen rrezikshëm drejt banesave. Në vendngjarje ndodhen punonjës të Bashkisë Klos, forcat zjarrfikëse, banorë të zonës, si dhe shërbimet e policisë, të cilat po ndihmojnë në përballimin e situatës. Banorët kanë bërë apel për shtimin e forcave në terren pasi zjarri vijon të përhapet dhe rreziku për t'u afruar tek banesat mbetet I lartë. Ka rast zjarri I madh, rreziko shtëpitë, rreziko barin, rreziko mullarët e barit, edhe pak ato dal ke shtëpiat. Se si o bon kjo punë, nuk di gjë. Se nuk dohet me akuzu njëri, o s'kum pa njëri me si. Dohen forca në petë. Po rreziku maj ma tha që tu më t'ka lek hoke shtëpiat. Edhe ati ke rrugje traktorit, ke rrugje maqinës. Shati 5 vetimi, u shtajnë, u kreto pizhumë, shtajve ku dull temi ati në këdër. O mora shahan, mora katonar, para zërmë. Ose di se ku ka fillohen e parë. Paraprakisht dyshohet se zjarri mund të ketë qenë I qëllimshëm. Policia ka nisur verifikimet për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e rënjes së zjarrit, ndërsa forcat operacionale dhe banorët të fshatit vijojnë punën për izolimin e vatrave të zjarrit.